Gjuetia pa kriter dhe me mjetet të jashtëligjshme e peshkut në liçenin e Shkodrës ka qenë një shqetësim i vazhdueshëm i cili në vite nuk ka marrë goditjen përfundimtare nga strukturat e shtetit. Mbi këtë luftë të hapur ndaj këtij fenomeni, trupat Rangers të Shkodrës, të drejtuar nga Alfred Deshati, drejtori i përgjithshëm i kontrollit në Ministrinë e Mjedisit, kanë zhvilluar një aksion kontrollesh në zonën e liçenit duke ndërhyrë në asgjësimin e rrjetave dhe binarëve të vendosur në hapësirën ujore të territorit shqiptar. Ne kemi ardhur sot këtu por të zgjidhur njëherë mirë problematikën që ka liçeni i Shkodrës në lidhje me gjuetinë e paligjshme, si nëpërmjet gjeneratorëve, dinamitit edhe mjeteve tjera që instalon mjetet të palëvizshme nëpërmjet pinarëve ose kocave. Sot ne jemi në këtë aksion, shpresoj që do të jetë një mesazh për të gjithë qytetarët e Shkodrës, por në mënyrë të veçantë për ato persona që në mënyrë të vazhdueshme kanë qenë problematik për sa i përket shkeljes ligjit edhe kundravajtjet kanë qenë të vazhdueshme, siç janë konstatuar edhe nga inspektorët tanë mi fjalë më përpara. Më duhet që t'ju bëj me dije sot që nisur nga problemet e vazhdueshme që ka pas liçeni i Shkodrës, ne për strukturat që kanë qenë në zonën e mbrojtur të liçenit të Shkodrës, trupat Rangers edhe inspektorët e mjedisit, kemi ndërmarrë edhe masa shumë të rëndësishme për sa i përket rikonceptimit ose një strukture tjetër që të jetë më funksionale. Deshati ka shtuar se kontrollet do të jenë të vazhdueshme bashkë me to dhe penalizimet për çdo shkelës, ndërsa evidentoi nevojën e shtimit të trupave Rangers që patrullojnë në liçenin e Shkodrës. Del emergjente rritja e numrit të këtyre rojeve mjedisor ose Rangers si quhen, me qëllim që të ndalim përfundimisht atë çfarë është e paligjshme në liçenin e Shkodrës. Ne momentalisht jemi për të parandaluar atë çfarë është në pjesën tonë. Marrëdhëniet pastaj me shtetet fqinje sigurisht janë marrëdhënie të vazhdueshme, edhe ne do të jemi sigurisht edhe në ditët vazhdim do të jemi edhe në bashkëpunim me to në rast se kjo gjë reflektohet edhe në pjesën tjetër të liçenit. Lufta ndaj personave që përdorin korrentin si një mjet më të shpejtë për grumbullimin e peshkut në sasi të mëdha, me dinamit e tjerë, janë ndër shkaktarët kryesorë që dëmtojnë ripërtëritjen e peshkut. Resurset natyrore të peshkut në liçenin e Shkodrës dhe në Lumimbuna, megjithse janë shpallur zona të mbrojtura, vazhdojnë të jenë të rrezikuara nga gjuetia pa kriter. Mungesa e masave konkrete të shtetit kanë qenë ndër faktorët kryesorë që nuk i kanë dhënë goditjen përfundimtare këtij fenomeni.